në emisionin folklorik Rapsodët e trevave shqiptare në televizionin News TV të Prishtinës. Atëherë, për sonte kemi zgjedhur Rapsodët këtu që janë pranë nesh, Feriz Abazin, Islam Feyzullahun dhe Fatmir Zenelin, të cilët për ju dhe për neve dhe për të gjithë do të na I këndojnë disa këngë folklorike. Faleminderit.
Të ndëruar, pra, si që dëgjohëm me këto dy këngë të bukura që ne kënduan në rapsodët këtu në për këtë emision tonë dhe t'juaj, është Feriza Bazi, Islam Feyzullah dhe Fatmi Zaneli. Zotni Feriz, a mund të tregosh se kur keni lindur, ku keni lindur dhe kur keni ardhur nga vendita ju në Prishtinë? Atëherë, unë kom lindur me 25 nëntë 1960, kom lindur në fshatin Harlan dhe kemi ardhur në Prishtinë vitet 69-70. Sigurisht se kur ke filluar me këngën, çfarë këngëtari ke dëgjuar së pari që ti je inspiruar nga ata? Unë Shaban për herë të parë në klasën e 4 fillore kom qenë kur e kom kënuar këngën në shpandor ku shkrivi pari. Për herë parë kom dojë parak.
para publikut, po kongën e kem trashëgim. E kam edhe babën fotografi këtu, ka qenë arapsat, edhe kem pas trashëgim, kongën e kum dasht, baba më ka inspiruar, por të i dëgjuar dhe gjithë shahirat të Kosovës. Se është qujtë baba juj? Baba ime ka pas emrin Isuf. Dhe të Isuf Abazi? Po. Nga Arlani. Po gjeve, se po? Po, në fakt Arlani ka qenë dëherë komunën veti, tash për pat kështë nuk është, por është në komunë Podgjevës. Bukur shumë, adhëru si cili këngëtarimi qysh atëherë dhe sot? Po, nuk bëj shumë dallime, mua kur më pëlqen konga, nuk ka shumë rëndësi kush e këndon. Konga është e bukur, vokali është i mirë edhe mua më pëlqen. Mirë, desha me të pyet, ti je edhe krijuesi teksteve, po edhe melodive, që këngëve folklorike dhe atyre popullore, sigurisht. A mund të na veçosh sa deri tash i keni shkruar dhe i keni publikuar për adhurues të këngës? Shaban me thonë drejtën, unë ma shumë kam prirje me i bot tekstet, se sa me interpretue. Edhe pse të edhin që unë jam shumë i zonën me punë, po kohë në shvedzoj ka një herë me shkrua, po problemet po është që nuk po i interpretujmë. A mund të na veçosh disa tituj të këtyre këngëve që i ke plasuar, apo i kanë marrë të tjerë këngëtarë nga ti? Tash të më them kush i ka marrë, nuk mund të di kush i ka marrë, po ne kemi pas në dëgjues, edhe pse të edhin që unë një kohë gjatë, dikon 15 vjetë, kom pauzue në një mënyrë, por me gjithate, tekste kam shumë, që kam shkrue, do janë dalë në publik, do janë ende pa u përpunuar, ose pa u kënduar, po është që kjo Vëllahuta e shqiptarisë, pastaj është i këngë e qiftelisë, pastaj është këngë e autostradës, ka shumë tjera që ndoshta nuk. Bukur shumë atëherë, falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe për të këngët të cilat je duke kënduar sonte. Për dëgjuesit, shikuesit e këtij emisioni, cilat këngë tash për tash i keni në rend për sonte? Po zakonisht ne kemi bërë disa këngë të shkurta, janë këngë me melodi të bukura, mendoj, ashtu s'paku, edhe do tjetë edhe kënga e qytelisë, u këndu kënga e Lahutës, do tjetë një këngë e gurbetit, do tjetë një këngë e odave, e traditave, e kështu me radhë. Atëherë i falenderoj juve për shikuesit e televizionit News TV, pra dhe për emisionin me rapsodet e trevave shqiptare, sonte do të na argëtojnë këta rapsod të cilët i kemi pra. Faleminderit. Oh,
Pra shikues të nderuar, po e vazhdojmë emisionin Arapsotët nga trevat shqiptare. Ky emision është folklorik, i cili emision është dedikuar për neve prej kohrave më të lashta që deri me sot e kemi rujtë dhe të darujmë me të tje këngë folklorike. Në alan amanet të parë tanë të cilët kontribuën për çështjen e këngës folklorike dhe asaj popullore, përgjithësi këngës të mërfit shqipe. Pra, edhe ma herët ka pas, po i përmenim disa prej tyre, të cilët në lënë amanet. Sali Bajrami, Feris Krasniqi, Tahir Drënica, Pishbroja, Ajrush Doda, Dervishaqa, Sebneqani, e shumë të tjerë të cilët kanë lënë një bagazh të këngëve folklorike që ne sot po i këndojmë, po i kultivojmë dhe do t'u përcjellin brezëve të ardhshëm që edhe ata të kultivojnë këngën e mërfit shqipe. Pra, do t'a pyes shokun Islam nga na vjen këtu me këtë emision. Unë vjen nga fshati Keçikull, komuna Prishtinë të nga Vëllofit, nga Marzikë Vëllofit. Jam, se që të këtë pa e më Islam Bezullohi, jam lindur në 25 nënvetit, 1962. A ka kënduar dikush nga familja juaj? Por hopët e parë me një vllok më filluar këmë kënu, ai veç sa ma ka lënë dorë mua dhe ai tërhej për muzikë. Si quhet vllovi? Ai quhet Recep Bezullohi. Ai një krye çkush. I mori rrugat e Merlimit apo? Jo, është ai vogël, vllau i vogël, ai është ka qenë instrumentalist, ai është me violinë ka përcjell. Se më kënu me vllaun e madh Recepin. Tani që shtu kum bashkëpunu me disa grupe tjera, tani me Feritin kemi filluar. Me atëshet edhe deri më sot. Shumë faleminderit. Po ju Fatmir për nga? Unë vi pra për fshatit Brahim, e lindur në 5/6, 1976, që në moshën në thonë 7 vjeçare, kom pas si hobby çifteli. Në Prishtinë kemi ardhur në vitin 1996. A bon me pyet kështu që ti ma i ri se disa të tjerë rapsot, kështu që i njohume, edhe i njihni, me cila shoqëri kulturalistike ke bashkëpunuar? Po, kom bashkëpunuar me disa shoqëni, specifike me emra. Me thonë drejten përgjithësi në kohën tonë Zgollakut, e ta shkohën e fundit pra, kom fillu që disa vite në Ferizin. Në gjithsej edhe kjo është jonë stonë, Islamin më kemi edhe një mirë po kalojnë. Atër faleminderit. Për sonte do të veçoni ndonjë këngë që do ta këndoni për adhurus? Po, këngën e parë që do ta këndojmë tash do të jetë kënga e qiftelisë. Edhe kem disa tjera me radhë kështu. Besoj që do të pëlqejnë edhe juve po edhe dëgjuesve. Atëre faleminderit, të nderuar, pra do të dëgjojmë këngë të kënduar nga Feriza Bazi, Islam Fezullohi dhe Fatmir Zaneri.